Sot është 16 vjetori i marrëveshjes Ohrit, marrëveshje cila shënoi dhe fundin e konfliktit vitit 2001, luftës 2001-shit. Si kanë rrjedh punët këto 16 vite? Tash po të ndëgjosh ato që din vetëm të kritikojnë, nuk është bërë asgjë sipas tyre për 16 vite. Por unë mendoj që shqiptarët bën ndryshime të mëdha. Lufta e ushtrisë qlirimtare, kombëtare ndryshoi rrënjësisht pozitën e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, me çka ndryshua statusi i tyre politik, juridik, vetë marrëveshja e Ohrit është një nga dokumentet më të mëdha që kanë arrit shqiptarët e Republikës së Maqedonisë me forcat e veta që ta sigurojnë. Arritën shqiptarët e Maqedonisë të bindin të tërë opinionin ndërkombëtar, se lufta e tyre ishte e drejtë. Arritën që të gjithë ata të cilët fillimisht e shihnin me mjaft rezerva ushtrinë qlirimtare kombëtare, programin e tyre, e shihnin si një provokacion për destabilizu oazën e paqes, që aso kohë quheshte Maqedonia. Mirë po, më vonë, pas disa muajsh, u kuptua e tërë e vërteta nga opinioni demokrat përparimtar, Washington, Bruxelles, dhe tërë situata u kthye në favor të ushtrisë qlirimtare kombëtare, në favor të kërkesave të shqiptarëve, dhe u pa e vërteta se shqiptarët kishën qenë diskriminuar, persekutuar, të mohuar, qiraxhi, por në shtëpitë vet, dhe ky padurim sigurisht që ishte edhe fundi, dhe shqiptarët u organizuan si asnjëherë më parë, të gjithë me ushtrinë qlirimtare kombëtare, dhe ku më vonë tani pasoi marrëveshja paqësore e Ohrit, me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian, Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe sidomos do theksoja kontributin e pamohueshëm të NATO-s si një kontribut që duhet theksuar dhe mos harruar asnjëherë, që ndërpreu një tragjedi dhe i hapi rrugë dialogut, me çka në këtë dialog arritëm kompromisin e marrëveshjes paqësore të Ohrit. Kuptohet që nuk ka kompromis që i kënaq të gjitha palët, apo palët në luftime, por kjo është një arritur që s'duhet mohuar, dhe është në radhë të parë në dobi të shqiptarëve, sepse ndryshoi statusi i tyre, por është edhe në dobi të komuniteteve më të vogla këtu në Republikën e Maqedonisë, si turqit,
bosnjakët, romët, vllehët, serbët, fituan edhe komunitetet fetare, si komuniteti musliman, që ju njohej drejta e barabartë, si që ishte komuniteti ortodoks, gjithashtu ju njohej drejta dhe komunitetit hebraik. Kështu që nga kjo luftë dhe nga ky organizim fituan të gjithë, por dua ta theksoj që kjo është një fitore edhe për komunitetin Maqedonas, sepse po të vazhdonte lufta, sigurisht të gjitha palët do të ishëm të humbur, pavarësisht se kush do siguronte fitoren ushtarake, por ne shohim se që ndodhi me luftrat jo larg nesh brenda rajonit, me qina mijë të vrarë, të zhdukur, dhe dua ta theksoj edhe një herë që NATO ka meritën dhe mirënjohjen një tjetër për angazhimin e saj për ta ndërprerë këtë tragjedi. Dhe tani, se çka është bërë brenda 16 viteve, po e theksoj edhe një herë që për të gjithë ata që dim vetëm të kritikojnë dhe të shohin vetëm zi, sigurisht që nuk është bërë asgjë. Por mjafton që të dalim dhe të bëjmë një shëtitje në kryeqytetin në Shkup. Aty do të shofish shtatorën e Skënderbeut, do të shofish Hasan Prishtinës, do të shofish të Isa Buletinit, do të shofish të Nejat Agollit, të Josif Bagerit, do të shofish Universitetin Nën Tereza, dhe këto nuk janë të arritura që kanë rënë nga qielli. Këto janë si rezultati sakrificës së popullit tonë, janë si rezultati të gjithë asaj sakrifice që bëri ushtria shërimtare kombëtare dhe të rënët e saj, dhe nuk kanë ardhur dhuratë të pikura nga qielli apo nga zemërgjërsia e atyre që deshën të na mbajnë neve gjithmonë qiraxhi në shtëpinë tonë. Dhe jam i bindur që shqiptarët e kuptuan pozitën e tyre inferiore, që shqiptarët e kuptuan që ajo kushtetut vitit 1974, që u siguronte shqiptarëve të barazi gjuhësore, barazi kombëtare, ajo vetëm ishte në letër, ajo përmbante vetëm se rreshta e fjalë të bukura në mbrendi, por asesi e realizueshme në praktikë. Kështu që edhe këto 16 vite që kaluan, me të gjitha këto ndryshime që janë bërë, po të mos ishën gardian partitë politike shqiptare, sigurisht që marrëveshja e Ohrit do ta kishte po atë fat të kushtetutës së vitit 1974. Prandaj shqiptarët gjithçka çka kanë bërë, gjithçka çka kanë arritur, e kanë bërë dhe kanë arrit përmes sakrificës, përmes çmimit të lartë deri në jetë njerëzve, edhe ato jetë nga më të reja, do thot, të djemve dhe të bijave të vet. Kështu që gjithçka çka është bërë në të mirë shqiptarëve, është bërë në të mirë të vendit, është bërë në të mirë të paqes, stabilitetit, sigurisë dhe ardhmërisë. Sigurisht që ka akoma punë për të bërë. Unë nuk jam nga ata që duhet vetë kënaqemi ne me punën që janë bërë deri më tani, po jo një herë kam theksuar,
pa dilni në rrugë në herë, nga në të gjithë policinë e Maqedonisë, deri në vitin 2001 ka patur 170 policë shqiptar. Pa haj, hidhni një sy shifrave dhe fakteve të sotshme. Më thot janë mbi 2000 policë shqiptar. Pa dalet të shohim herë ku ishte ushtria me 64 oficera dhe nën oficera, dhe sot janë rreth 2000 oficera dhe nën oficera në ushtrinë e Republikës së Maqedonisë. Me shkollime të larta, me shkollime të mesme, por a ka koma punë për të bërë? Sigurisht që ka, po ka ndryshime në infrastrukturë, po ka ndarje të drejtë dhe të barabartë edhe të buxhetit. Më thot, gjithçka që është bërë me përpjekje, edhe këto 16 vitet e fundit. Edhe njëherë po e theksoj me përgjegjësinë më të lartë. Nëse nuk do ishën gardian të vërtet partitë politike shqiptare, marrëveshja e Ohrit do të kishte fatin e njëjtë si e ka patur kushtetuta e vitit 1974. Prandaj të kaluarën nuk duhet ta harrojmë, duhet ta kujtojmë si të tillë, si të dhimbshme. Por ajo të mos na përsëritet, qoftë në aspekt të zhvillimit të ngjarjeve të dhimbshme deri në përplasje, qoftë në aspekt të materializimit të dokumentave politike, siç ishën kushtetuta e 74-s apo vetë marrëveshja paqësore e Ohrit. Më thot, këto gjëra, këto dokumente duhet të na shërbejnë që gjërat të mos përsëriten, po edhe ne të mos kemi lajthitje, por të bëhemi më të guximshëm, më të vendosur dhe të bëhemi mirënjohës njëri ndaj tjetrit dhe të jemi mirënjohës ndaj të gjithë atyre që kanë rënë për ndryshimin e madh të statusit kombëtar të shqiptarëve në hapësirat e veta që jeton në Republikën e Maqedonisë. Pa, unë nuk do t'jem as ironik as cinik, po këtu shqiptarës kanë guxuar as në dasëm të nxjerrin flamurin kombëtar, dhe sot e ke në përdorim zyrtar të lirë në çdo festë kombëtare e familjare. Dhe mirë po, për ata që s'duan të dinë dhe për ata që gjithmonë shohin zi, sigurisht që nuk është bërë asgjë. Mbetet nga të gjitha forcat politike që me vendosmëri edhe me atutje të punojnë deri në përmbyllje edhe të ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në përdorim të plot, që nga nivelet më të larta deri në përdorim lokal. Dhe unë jam dhe mendoj që kjo së shpejti, ky qëllim edhe do të arrihet, së shpejti, do thotë draft ligji për zyrtarizim të gjuhës do të jetë në procedurë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për diskutim dhe votim, dhe nuk ka shmangje nga kjo rrugë. Vetë zbatimi i tërësishëm i marrëveshjes së Ohrit është në dobi të gjithëve, është në dobi të Republikës së Maqedonisë, është në dobi të stabilitetit, është në dobi të proceseve euroatlantike, shumë me lehtësi dhe shumë afër qëllimit do të jemi të integrimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, duke e përmbyllur dhe duke e zbatuar tërësisht marrëveshjen paqësore të Ohrit. Shumë ma shumë paqë, stabilitet, siguri dhe ardhmëri të sigurt kemi duke e përmbyllur marrëveshjen paqësore të Ohrit. Marrëveshja paqësore e Ohrit afron dhe nuk ndan, afron komunitetet, bashkon komunitetet, nuk i përçan komunitetet, thot i bën më të pranueshëm për njëri tjetrin. Kështu që mbetet që ne
me përkushtim të realizojmë detyrat që dalin përpara nesh. I përmendët disa nga pykat kyçet që duhen zbatuar nga marrëveshja e Ohrit, duke filluar nga përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Folët edhe rreth stabilitetit në vend, e deri te integrimit euroatlantike, po te gjithë secila prej tyre, edhe nga vetë popullata është vërejtur një ngecje. E deri te ajo që është dhënë një afat, ta quajmë ashtu, prej 4 vitesh gjatë të cilit duhej të zbatohej marrëveshja. Ju si subjekt politik, ju si kreu i një subjektit politik, ku i shihni ato ngecje, do me thonë, a është koha të drejtojmë të jemi pak vetë kritik, apo fajin ta gjejmë dikun tjetër, deri aty edhe te vullneti i partnerëve politik të anës tjetër. Shve tash duhet të jemi realista. Agendat për të materializuar një marrëveshje politike që rrjedh prej një lufte, prej një fronti ushtarak, nuk janë të lehtë marrëveshjet, për të zbatu në përpikmëri ashtu sipas agjendës së parashikuar gjatë procesit negociues. Mirë po, është një e vërtet që nuk ka qenë lehtë përballë partive politike të bllokut të Maqedonisë për të përshpejtuar zbatimin, jetësimin e marrëveshjes së Ohrit. Nuk ka munguar vullneti, energjitë e partive politike shqiptare. Sigurisht ka pas një zvarritje, një mungesë të vullnetit të fortë tek partitë politike të bllokut të Maqedonisë, dhe unë këtë e kam provuar në përditshmëri gjatë punës, gjatë debateve, negociatave që kemi bërë me partitë politike të bllokut të Maqedonisë. Më thotë, ka forca akoma, ka një pjesëtar të partive politike maqedone që u duket sikur u merr mushkërit nga krahërori, kur ti përpiqesh dhe bën rezistencë për avancimin dhe zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, duke filluar që nga përfaqësimi i drejtë apo tek simbolet kombëtare, tek arsimi, shëndetësia, infrastruktura. Më thotë, dhe sot i këtë ditë ne bëjmë debat të jashtëzakonshëm për ndarje të buxhetit, për investime kapitale. Thotë, në qoftë se nuk është ajo rezistencë, sigurisht një pjesë e madhe të vendbanimeve të shqiptare anashkalohen apo simbolikisht edhe mund të ndërmerret diçka në aspektin e infrastrukturës. Po mos flasim, unë shoh mungesë të madhe të vullnetit, të avancimit të substancës shqiptare, të arsimit, të kulturës, thotë. Por me kalimin e kohës besoj që do të ndërgjegjësohen që të gjithë, sepse nuk ka alternativë tjetër përveç se të bashkëjetojmë dhe të bashkëveprojmë në kuadër të një shteti, sepse fatet tona janë të lidhura dhe s'kemi ku ta degtisim as ne Maqedonët, as Maqedonët neve. Kështu që të ndërtojmë bashkarisht në këto hapësira dhe bashkarisht të realizojmë qëllimet madhore drejt Bashkimit Evropian dhe antarësimit të vendit në NATO me një shoqëri të barabartë, të pa diskriminuar dhe të pranojnë njëri tjetrin. Kryetar, kur përmendet dhe integrimin në BE dhe në NATO, a kemi arrit në një stad që tani të përmbyllëm, fill pas 16 vitesh, shqiptarët të dëgjojnë një herë mirë se marrëveshja e Ohrit është implementuar.
a shifni sinjale pozitive tani në këtë garnitur si që jemi, si që është kjo e tanishmja, kjo garnitur qeveritare, që njëherë e mirë të përmbyllet marrëveshja e Ohrit dhe mos të flasim më tej për përmbyllje apo për implementim të marrëveshjes. Shme, deri tash është folur sepse ka patur arsye edhe të folit për përmbyllje të marrëveshjes së Ohrit, sepse ka qenë një çështje mjaft e ndihshme, siç ka qenë statusi i gjuhës shqipe, sepse pjesa dërmuese e marrëveshjes së Ohrit në aspektin legjislativ është mbyllur dhe në aspektin praktik, do thotë ka shumë çështje që edhe marrin kohë për tu materializuar, sa i përket përfaqësimit të drejt apo arritjes nivelit të barabartë të kuadrove. Sigurisht ne nuk mund të pretendojmë që jemi në aspektin kadrovik të barabartë me komunitetin Maqedonës. Do thotë ato kanë shfrytzuar beneficionet e 50 viteve të një shteti, brenda një shteti, do thotë Republika e Maqedonisë brenda Republikës Federative të Jugosllavisë, dhe për ato 50 vite, 60 vite sa ka ekzistuar ai shtet, sigurisht janë shfrytzuar të gjitha beneficionet në dobi të komunitetit të Maqedonës. Dhe tani me rastin e përmbylljes së ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, sigurisht do marrë një kohë materializimi i këtij ligji, sepse jemi transparent, jemi shumë të hapur. Do thotë akoma një pjesë e shqiptarëve sintaksën përdorin në gjuhë të huaja. Mungon edukata e përdorimit të gjuhës administrative. Do të nuk është një lloj gjuha e folur e përditshme dhe gjuha administrative. Do të duhen shumë trajnime, duhet shumë angazhime mbi të gjitha kuadrot tona, të cilat janë administratën publike dhe shtetërore. Ato duhet të jenë më të interesuar, duhet të jenë më të angazhuar që ta përvetsojnë si them artin e të qeverisurit, sepse të qeverisësh nuk është lehtë, do të është përgjegjësi goxha e lartë, por nuk mendoj që ne duhet të shndrohemi gjithmonë në një farë mjeti vetëm të angohemi. Shumë çka duhet ta shohim edhe tek vetvetja e jonë, sepse nuk duhet gjithmonë fajin ta hedhim, ta kërkojmë tek të tjerët. Ne duhet të kryejmë detyrat tona, ne duhet të jemi të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm për misionin që kemi. Dekret për në fund, nëse më lejoni, në një deklarat pikërisht për 16 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit, kryeministri Zaev tha se me ligjin për gjuhët në mënyrë formale, juridike dhe legale, po përmbyllet dal nga dal marrëveshja e Ohrit. Ndani edhe ju të njëjtin mendim? Marrëveshja e Ohrit është një dokument shumë si të them nga përmbajtja delikat. Unë nuk mendoj që me ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe këtu është edhe përmbyllja dhe fundi i marrëveshjes paqësore të Ohrit. Dua ta përkujtoj se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë dhe sigurisht që unë ndjem pak sa i diskriminuar, për shembull, mirë po kompromiset janë kompromise dhe ai kompromis është arritur, unë jam pajtuar me atë kompromis të marrëveshjes së Ohrit, por sa i takon gjuhës, për shembull, në komunikim ndërkombëtar, gjuha shqipe, do thotë, është e diskriminuar. Dhe përse
Gjua shqipe të mos jetë e barabartë edhe në komunikim ndërkombëtar. Përse të ndalohet jashtë kufive të Republikës së Maqedonisë gjua shqipe. Mirë, po këta janë çështje që mund të hapen dhe të bisedohen në të ardhmen. Faleminderit edhe për kohën tuaj.